Deputetja e betuar Jehona Lushaku Sadriu nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka folur lidhur me krizën politike. Ajo tha se vetëvendosje për LDK-n nuk është alternativë që mund të jetë formulë për qeverisje, derisa bëhet të ditur arsyet se pse i ka vendosur vija të kushte lëvizjes vetëvendosje. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e kuvendit, por mos arritja e konstituimit të kuvendit është ndjenjë keqe sepse Kosova po humb, shpresoj që të zhbllokohet sa më shpejt. Ne nuk mund të ushtrojmë një funksion jashtë atij që kemi, presim nga partia e parë që ta bëjë këtë. Vetëvendosje ka mbajtur disa qëndrime problematike në qeverisje katërvjeçare që e ka dëmtuar shtetin e Kosovës dhe ka përdorur një diskurs tepër të dëmshëm për vetë qytetarët dhe për këtë nuk jemi dakord. Andaj, i kemi vënë vija të kuqe tani për tani në këtë legjislaturë. Lushaku Sadriu tha se ndihen komod në këtë pozicion dhe se nuk do të marrin pjesë në takime Kurtin edhe nëse ftohen përsëri. Takimin me Emli Krasniqi me të parin e PDK-s Lushaku Sadriu tha se e sheh si mashtrim të Kurtit. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës me Emli Krasniqi ka deklaruar se partia e tij nuk do të mbështesë kandidaten e lëvizjes vetëvendosje Albulena Axhiu për postin e kryetares së kuvendit, as në përpjekjen e Radhës për konstituitimin e tij. Deklarata e tij erdhi pas dështimit të 10 me radhë për ta konstituituar kuvendin e ri. Qëndrimi ynë është i qartë dhe i pandryshueshëm. As herën e parë, as herën e 10 Albulena Axhiu nuk kalon, tha Krasniqi para mediave. Ai kritikoi ashpër qasjen e vetëvendosjes, duke akuzuar atë për shkelje të ligjit nëpërmjet përdorimit të votës së deputetit Arbëriena Gavci, për të cilin tha se është e papranueshme mënyra se si po sillet mazhoranca. Sipas Krasniqit, vetëvendosje po tenton ta imponojë vullnetin e saj në kundërshtim me rregullat parlamentare dhe kushtetutën. Ai paralajmëroi se pamarrëveshje politike nuk do të ketë përparim në këtë proces. Seanca për vazhdimin e konstituitimit të kuvendit pritet të mbahet të hënën. Gjatë seancës së 10 të kuvendit të Kosovës, tensionet u rritën kur deputeti i listës serbe Igor Simić mbajti një fjalim që shkaktoi reagime të ashpra nga radhët e vetëvendosjes. Deputetët e vetëvendosjes, të dukshëm të pakënaqur, e shoqëruan fjalimin e tij me reagime hec, 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 duke konsideruar atë provokues dhe të papranueshëm në përmbajtje. Kjo situatë pasqyroi edhe një herë përplasjet e vazhdueshme ndërmjet përfaqësuesve politik në kuvend, ndërkohë që seanca do shtojë edhe një herë tjetër për zgjedhjen e kryeparlamentares së kuvendit. Për shkak të agjendave personale, është arsyeja se pse Ramush Haradinaj është larguar nga kuvendi para fillimit të seancës për konstituitimin e kuvendit. Kështu ka thënë deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, pas dështimit të radhës së seancës për konstituitimin e kuvendit. Zoti Haradinaj ka pasur agjendën e tij personale dhe tash si kryetari një partie politike nuk mundet çdo 48 orë të vijë dhe të qëndrojë këtu, duke pasur dhe agjenda të tjera. Kjo është arsyeja se pse e ka lëshuar sallën për shkak të agjendave, ka thënë ajo për mediat.